Që bërë në parlament së fundmi? Pas një arsye, ndodhja i skenar që ndodhë për herë, u gjet një artific, u gjet një mënyrë që seancat prishej. Sigurisht ka qenë një seancë që ka nisur në orën 10, dhe sigurisht nuk i vjen mirë mazhorancës, që aty deputetët e opozitës shkojnë përgatitur, shkojnë me fjalët e tyre. Unë kisha edhe 2 fjalë tjera për të mbajtur sot. Si unë ishin shumica e kolegëve që kishin ardhur Partisë Demokratike në seancë, që ta dini se është shumë e rëndësishme, opinioni publik që na ndjek të kuptojë që PD-ja sa herë shkon në parlament, shkon me fjalë gati, me të dhëna, me dokumenta, me grafiqe, me propozime konkrete për të folur për çështjet që shqetësojnë qytetarët. Dhe nga ora 10 e paradites deri në orën le të themi 20, gjithçka ka qenë krejt normale. Pra për 10 orë seancë ne kemi qenë krejt në normalitet. Ka patur debate, ka patur replika, ka patur qëndrime ndryshme, kuptohet, është krejt normale, por gjithçka ka qenë në rregull. Kemi folur sigurisht, ka patur tensionim situatës kur kemi folur për Akshin, kemi folur për Gyrsagasin, kemi folur për Mirlindën që na doli se kemi harruar këtu diçka. Doli kryeministri i bëri avokatin, tha është e pastre zonja. Është e pastre, ka thënë publikisht, u quam në të gjithë tam në parlament. Dhe na doli që kishe 4 vila, 3, nuk e di sa kishte. Doli që kishe 20.000 metra tokë. Kishte fund lista. Na tha Edi Rama që kjo nuk di, nuk ka as makine, shkreta e gjora për i qani mallin, të bënim një GoFundMe të blinim një biciklet, dhe doli që ishe me shofer privat, zonja, me makinë personale. Pra, për këto çështje, u fol për probleme skandale nga më të mëdha, për bankën e parë digjitale, u fol për 1001 afera që çdo javë, javës nuk i ngjan. Dhe, pati një lloj normaliteti gjatë ditës. Në mbrëmje, gjeti Niko Peleshi një mënyrë, është i vetmi njeri që mund këtë pas ajo sallë parlamenti, që çdo javë shpik artificat ndryshme për të prishur seancën. Kjo është absurde. Kjo që bëri sot. Dhe çfarë ndodhi? Ishte kryetari i Komisionit të Arsimit, zoti Luciano Boçi, që është nën kryetari i Partisë Demokratike, kërkoi të drejtën e replikës, ta jep rregullorja vetën e 48. Dhe nuk e mori. Të drejtën e replikës nuk e mori. Dhe u mor me një herë mas, mirë që nuk e mori të drejtën e replikës. Mirë që i takonte replika me Ministrin e Arsimit Kumbaro. Por mori vendim Niko Peleshi aty për aty, brenda 1 minuti ta përjashtonte të jepte 3 masa dhe ta përjashtonte nga seanca. Kërkova në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike 5 minuta pushim për të qetësuar situata, për të rikthyer në normalitet dhe për të treguar që kemi ardhur për të folur, dhe jemi të përgatitur për të folur për qytetarët, për të ndihmuar qytetarët, për të dëgjuar deputetët që i kanë zgjedhur për të shkuar për të bërë punë në parlament, jo për të bërë sherr në parlament, në asnjë mënyrë nuk të riqej. As Niko Peleshi, as Taulan Balla, nga masa që kishin ndërmarr për të përjashtuar Luciano Boçin pse kërkoi të drejtën e replikës. Dhe sigurisht në shenjë solidariteti dhe në shenjë edhe respekti për kryetarin e Partisë Demokratike, patjetër deputetët e PD-s vendosën të largohen nga seanca. Kjo ndodhi pak minuta para se ju nisit në emisionin dhe kjo është arsyeja pse kam ardhur me vonesë, por që ta kuptoni, çudi nuk do jetë që nëse javën tjetër do të kemi parlament, se nuk e di nëse mund të jetë javë gjelbër apo jo. Qëllon sipas humorit që ka vet Niko Peleshi, do të shihni një artific tjetër që të prishet seanca, që të kalojnë në votim, që mos ketë diskutim. Dhe pastaj gjithë barra i bie opozitës dhe i bie PD-s, po, strategjia është i bie gjithë barra PD-s, fajin e ka PD-ja, pse nuk është e moderuar në parlament, po çfarë bëjmë, po shkojmë me fjalë, po shkojmë me amendamente, po kërkojmë interpelanca për të folur mbas 3 muaj ka ardhur ministra e shëndetësisë, ka 2 muaj e gjysmë nuk vjen seancë. Nuk vjen, turiste. E përgëzuam sot që ministra e shëndetësisë ka ardhur në parlament për ta pa deputetët kush është. Dhe kishim 3 interpelanca për të folur për problemet e qytetarëve. Ka shumë deputet që as se kanë marrë fjalën as nuk. Mirë, pra, po ky pra është problemi këtu, e kanë degraduar jetën parlamentare. Dhe problemi është, problemin e kam këtu, problemi është për një moment edhe ai qytetari më kritik, më që ka kritika pafund për opozitën, dakord, shumë mirë. Po ta vë një herë veten në këtë pozicion të tonë, çfarë duhet bëjmë kjo opozitë? Qartë, kuptoj. Që shkon e përgatitur, mundohet të marrë maksimumin e hapësirës se fjalën ka opozita për të folur në parlament, nuk i jepet atë fjalë. Vërtet. Mirë, dua të ndalemi pak tek pjesa e dosjes së Akshit. Ju keni qendër të parë që keni denoncuar tendrat e Akshit, zoti Kulliçi. Pyetja ime është e thjeshtë, a mendoni se o të zbardhe do të shkohet deri në fund dhe me gjithë këto zhvillimet fundit? E shihni si diçka që do të ndryshojë thelbësisht gjën situatën apo? Për fat, do me thënë si e shoh. Po të ishte për këta, nuk do ndodhte asgjë. Për fat aty është rrëmbyer, një nga ata që është rrëmbyer është me shtetësi gjermane. Për fat flitet që kanë ndërhyrë partner
dhe organe ligjzbatuese të vendeve partnere, kryesisht të Shtetit Gjerman dhe të vendeve tjera, dhe ka një lloj presioni pozitiv le të themi për të shtyrë përpara kjo dosje. Po të ishte për këta, asgjë nuk dilte. Çfarë do të Se që këtu merreshin peng biznesmenë, kemi thënë, këto të marrjes peng nuk e dinim deri në këtë pikë, po që këtu kërcënoheshin, shantazhoheshin që akshi është kopshti privat i kryeministrit, ne këtë kemi 6 vjet që e themi. Po ti ke VKM që në vitin 2017, që qëndërzoi gjithçka Edi Rama tek akshi, të gjithë prokurimet te akshi, ja hoqi gjithë institucioneve tjera, ja dha akshi. Se e bëri këtë gjë? Vjet që shteti të zbuloi një skem të tillë. Po sepse i ngeci patatja e nxehtë i ngeci dorë këtë radhë, me filmimet që kanë marrë në zyrën e Agasit, me personat që kanë gjetur në ato filmime dhe kanë të pamundur t'i fshehin, me sa duket. I kanë ngecur patatja e nxehtë në dorë dhe nuk dinë çfarë të bëjnë. Dhe po e them edhe një herë, unë kam përshtypjen që do të ketë avancim, për shkak se janë përfshirë dhe shtetas me shtetësi të vendeve të BE-s, dhe për këtë arsye mendoj që do të ketë avancim në këtë dosje dhe do të çohet përpara, mendoj unë. Por që kemi të bëjmë me aferë personale të kryeministrit, këtë nuk ka njeri që nuk e di tashmë. Unë personalisht jam gjyq me Baxhanakun e këtij, me Armand Frankun. Një lloj kam qenë dhe me senatorët, me Meril Mërtirin, edhe me Erion Veliajn për PSD-n, edhe me ata Mariglen Qaton e PSD-s, me të gjithë kam qenë gjyq. Mashtrim tonë, janë të njëjta skema që përsëriten nga vit në vit, apo një herë në 2 vjet. Është e njëjta skemë vjedhje zhvatje që ndodh një herë në 2 vjet, që arrin zbulohet që është kaq e madhe flasim më, dhe fillimisht janë pa ditë që lëshohen breshërinë ndaj deputetëve të opozitës që ngrenë zërin për shpifje, për të intimiduar. Kryeministri del mban një fjalë, bën avokatin që të gjithëve, por në rastin e Karçanait ka qenë më absurdja dhe më flagrantja, sepse e ka marrë personalisht mbrojtje. Si nuk del njëri mërtotori ky kryeministri që i doli zot saj. A ka një gjë për të thënë që kjo ka 4 vite, 3 vite? A ka një koment për këtë zonjën? Jo, se janë një kontrast i madh deklaratat. Për atë përgjimin që flitet, që është bashkëshortja e tij e përfshirë drejt për drejt. A ka një koment kryeministri? Po ka dalë zoti Berisha, kryetari i opozitës, ish president, ish kryeministër, ka dalë ka akuzuar live në parlament, në çdo media, që në këtë dosje është e përfshirë bashkëshortja jote drejt për drejt me përgjim ambiental të kryer në dosjen e prokurorisë. Dilde e përgjigje, nuk ka folur një herë. Nuk ka folur një herë për këtë çështje. Nuk ka folur një herë. Ndërkohë që Baxhanaku i tij bënte kërdin me dosjet e akshit, po këtë nuk ka njeri që nuk e di në Tiranë. Po pse vetëm Spagu e mori vesha, ne e morëm vesha? Po ka njeri që nuk i di këto të vërteta. Dhe problemi është që vim tu ne bëjmë analizën, flasim, pak më parë po dëgjoja zonjën Llabani që flet a do të bëhet pentito Gyzagasi apo jo, dhe si llogarit, domethënë si levertisa ti, si bolita ti, më mirë nuk e di si ta ndaj Edi Rama në punë, se ai zotëria që është në Tiranë dhe është në Durrës e di një Shqipëri e tërë. Kur ta kapin, do ta merrni vesh dhe do të dalë lajm, ishte këtu po e din gjithë. Po e din gjithë, nëse e kap, nëse ndan Edi Rama mundin ta kapin. Pastaj do bëhet lajm dhe do të themi po ne këtë e dinim. Ja ta pyes pak zotin Lubonja, drejtues i grupi të strukturuar kriminal Ergys Agasi, ai që bënte lidhjet, le të themi, ajo që kemi diskutuar gjithmonë te kryeministri. Çfarë vatre të errët tregon e gjitha kjo për avancimin e kësaj çështje? Sepse ju thoni nuk është vetëm kjo, ka një setje, po kjo rezulton të jetë më e madhja deri tani apo jo? Po unë e thash edhe një herë s'do të përsëris veten. Tani edhe duke dëgjuar Belindin që ka më shumë informacion se unë besoj. Se unë jam analist, ky është i detyruar ka përgjigje njërin tjetrën ka hedhur. Këtu çështja është